Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد الله جل جلاله për gjitha mirësitë e tija, salavat me pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm, në këtë ditë të begat lutem që Allahu xhalla xhelaluhu t'i pranon prej neve dhe juve të gjitha ibadetet, veprat e mira dhe ti të i kalon të gjitha vështërsitë, krizat, smundjet, të gjitha ata të cilët ankohen dhe kanë vështërsi. Ti mëshiron prindet gjyshrit, stërgjyshrit, afërt tanë dhe t'juaj dhe gjithë muslimanët. Pastaj të ndershëm vëllezër, me qenë se jemi në prag të muajit të Ramazanit, por po i afrohemi, praktikisht 2 gjuma kanë mbet para muajit të begat të Ramazanit, duam që të trajtojmë temat të cilat na motivojnë, na përmirësojnë, të jemi sa më të përgatitur për të hyrë në muajin e begat të Ramazanit me qëllim që ta shfrytëzojmë atë sa më mirë. Prandaj, duke u nisë nga ky koncept, kemi përzgjedhur se sot flasim për një temë që konsiderojmë se është ajka e ibadeteve, e adhurimeve, e që është një prej veprave të zemrës, për ibadeteve, adhurimeve të zemrës, dhe të flasim inshallah për ikhlasin ose sinqeritetin. Duke qenë të ndershëm vëllezër se është çelësi i pranimit të veprave dhe në anën tjetër ky adhurim ose kjo vepër e zemrës konsiderohet prej çështjeve shumë madhore tek Allahu xhalla xhelaluhu, është kushti thelbësor dhe kryesor i pranimit të çdo vepre, konsiderohet edhe adresa e agjerimit dhe agjeruesit. Sinqeriteti është adresa e agjerimit, sepse krejt këtë synon, por është edhe adresa e agjeruesit, që i bie se për një muaj radhazi e kemi mundësinë me e trajtu këtë çështje. Praktikisht me e kuru të kundërtën e sinqeritetit, e që është pjesë përbërëse e jona aktive, syefaqësia. Prandaj, është shumë e rëndësishme me hitë përgatit në këtë muaj të begat, me theks të veçantë, Allahu më na mundësoj që të jemi të sinqert në adhurime. Të ndershëm vëllezër, sinqeriteti është thelbi i veprave, është çështja më esenciale. Prandaj edhe një prej dietarëve, Ibn Kaimi, Allahu më mëshiroft, siç njihet edhe hoxha i zemrave, kur e ka trajtuar këtë çështje ka thënë shembulli i atij që e adhuron Allahun pa sinqeritet dhe pa e pasur rrugën e pejgamberit alayhis salam, është sikur se shembulli i një udhëtari strajcën e tij, torbën e tij e ka mush me gur edhe ban për srani. Pra, shembulli i atij që e adhuron Allahun pa sinqeritet. Ai harxhon kohë, harxhon mund, lodhet. Edhe nuk e pason rrugën e pejgamberit alayhis salam. Mund të jetë për i sinqert, por ç'është çështja me armendje? Jo, Allahu nuk adhurohet çështja me armendje dikujt. Pra shembulli i atij që e adhuron Allahun pa sinqeritet dhe pa e pasur rrugën e pejgamberit alayhis salam, është sikur se shembulli një udhëtari, në vend që të mush në torbën e tij, në çantën e tij, ushqim, e pije, kudo që të nalet, i shfrytëzon. Ai ka mush me gur. E ka mush me gur, që i vije se është lodh dhe ka bajt çantën e tij skoti. Domthonë është lodh e ka bajt skoti sepse në fund s'përfiton kurrë. Prandaj është çështje shumë e rëndësishme edhe pse nuk është hera parë ne që ligjërojmë këtë temë e as ju që ndëgjoni, mirë po patjetër që duhet pra të e përsërisim këtë temë për shkak të rëndësisë së saj. Të ndershëm vëllezër të pranishëm. Dietarët islam po themi në kapitullin e parë të çdo libri që shënohet është këtë temë. Çdo libër merrni që e ka shkruar njëri,
libër, qoftë hadithit, të fikut, të besimit, tema e parë që që trajtohet, sinceriteti. Sepse po arritëm këtë, kemi arritë të tjerë shumë letë. Dhe dietarët islam thonë, çështja e parë, pyetjet e para që do të na parashtrohen ditën e gjykimit janë pse dhe si. Pse e ke bë këtë dhe si e ke bë. Prandaj prapë po i referohen atë fjalës atij dietarit më herët që ceka. Pra, pse e ke bë, për kënë e ke bë. Nëse e kemi bë për Allahun, kemi dobi. Nëse e kemi bë për dikën tjetër, jemi lodh, sepse e smrin të Allahu. Jemi lodh, kemi harxhu, kemi shpenzu, jemi munu për smrin të Allahu. Dhe si e ke bë? Çat vepër që ke bë, çysh e ke bë? A ke bë çta ka marrë mendja apo çysh është projekti? Kurani për çit punë ka zbrit. Suneti për çit punë është dërgu për çit punë pejgamberi sa. Mund na tregu çysh mu fal, çysh më xheru, çysh më adhuru Allahun, si mu largu nga ndalesat e kështu me radhë. Pra, që të pyetjet janë shkurt thjesht. Besoj që të gjithë i mojnë amen. Ka çkaish kujtoja vetit çto. Pse dhe si? Pse po bën kështu? Për kënd po bën çto? Dije që skoti, siç thot populli në Kosovë, badihava s'ka. Me punu badihava s'ka, i mençur nuk pun badihava. Nëse s'punon për Allahun, veç i të lodh. Të Allahu s'mrin. Adresoj për Allahun. Për mi adresu për Allahun, do të më referu atje. A e ka legjitimu Allahu qita? A na ka thirë Allahun qita? Dhe si e ka punu pejgamberi alayhis salam. Të ndershëm vëllezër, Allahu xhelle xhelaluhu pra na thret në Kur'an, po ashtu edhe shumëta porosit profetike që të adhurojmë Allahun me sinqeritet. Në suratul Bejjine, kaptinën e Bejjine, kaptina e sqarimit, Allahu xhelle xhelaluhu thot: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din." Robët e mi nuk janë urdhëruar me asgjë tjetër, vetëm që të adhurojnë Allahun me sinqeritet. Pra Allahu xhelle xhelaluhu po flet. Allahu po na tregon për çka ju kam kriju me adhuru Allahun. Si me adhuru Allahun? Sinqert. Të zhveshur nga krejt interesat e kësaj dynjaje. Çaja mrin, pra, sukur kur dojna me kullu diçka, po dojna me kullu diçka, me filtru, për me nxerrat yndyrën, ajkën. Që kjo yndyra ajkë është sinceriteti. Llogaritin e për sa filtra do të me kalu kjo, për më nxerra e më e mira. Por që kjo punë vëllezër nuk bëhet me një mexhlis. Që kjo punë nuk bëhet me një ders. Që kjo punë nuk bëhet me 2 rekate namaz. Sepse po i parapritash një thoni që kisha plan pak më vonë me shpjegu, Sufjan e Thauri, rahimahullah, dhe gjenatave të para, ka thonë, nuk kum kuru diçka ma shumë se sa sinceritetin. Shkurt, nëse e kishmi trajtu si smundje, nuk je marrë me ndë një smundje ma shumë se sa me qita. Edhe këto e kanë thonë shumë. Edhe kjo është realiteti që dhe të duhej më na marrë kohë mësë shumë të ndershëm vëllezër. Hadithi po ashtu është i njohur i Abu Hurajrës që kanë nxjerrë Imam Muslimi, ku pejgamberi alayhis salam thot: "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allahu nuk shikon pamjet e juja, në një transmetim fizionominë e ju, e as nuk shikon në pasurinë e ju, shikon zemrat e juja, që është pyetje sinqeriteti dhe veprat e juja. Pra Allahu xhelle xhelaluhu nuk shikon, nuk do me thonë që nuk i merr parasysh, jo. Po nëse vepra nuk është e sinqert, atëherë bie që pamja jonë, dukja jonë, vepra jonë nuk më rrinë tek Allahu xhelle xhelaluhu. Prandaj duhet pra edhe ky hadith, mesazhi që nxjerrët është duhet me punu shumë të ndershëm vëllezër
për këtë adhurim. Për atë arsye quhet ibadet i zemrës. A ka ndonjë kanar, ndonjë vog peshore që e mos sinqeritetin? Nuk ka. E derisa nuk ka, është çështje krejtësisht e mbrëmshme. Elhamdulillah që Allah nuk e ka lënë sinqeritetin në ballë. Ka mujtë Allah në ballë, më na ish. Allah nuk ka në lejtë qysh ne ka kriju sytë në ballë, më na i qit një aparat, një mjet i cili na tregon se jemi sinqert. Por Allah nuk ka shumë e lehtë. Elhamdulillah që se ka bërë. Ishmira shumë siklet. Pra, shikoni vëllezër, çfarë rahmeti ka Allahu xhelel xhelal. Sanet e mëdhaja krejt i kalon të mshefta. Në mes neve dhe mes Allahut. Për atë arsye, mos u mundom ja zbulu dikuj sinqeritetin. Edhe ky tani është një temë në veti. Shumë njerëz qyrin ja çejnë njerit zemrën, e më qyr ti nuk e ke zemrën e mirë. E thojnë këto, njerëz disa thojnë këto. Filani nuk e ka zemrën e mirë. Pra, puna e determinon vëllezër, puna e determinon në fakt. Dietar thonë, veprat e determinojnë cilësinë e zemrës. Por jo dhe detyrimisht tek të gjithë. Dhe jo çdo herë. Prandaj zemra mbetet organ i paprekun për neve. Ai është ekskluzivisht veç për Allahun. Se mund të jetë një njeri sinqert, po ja ka huq punës, ka gabu punën, ose edhe mëkaton. Ai që i sinqert, a mundet të bëjë gjina? Mundet. Sepse Allahu nuk e ka hiç prej neve gjunahin. Domthon, kërkon nuk e ka kushtuar Allahu për me qenë sinqert me kon pa gjunahe. Pra mund me kon me mëkat, bën gjuna, a më i sinqert. E për atë arsye, mos ja prek zemrën kërkuj. Merru me zemrën tënde, i ki punë të mirë. Të ndershëm vëllezër, pra ky adhurim nuk arrihet lehtë. Ky adhurim don përkushtim shumë gjatë, maksimal, pa u lodh. Asnjëherë mos më dorëzu, po kur mos më shtrikomt. Me thonë, u kry, qitash ku më rinë. Veç ata që janë një grup që strehohen në strehtë të islamit, që ata, dhe më thonë, qashtu, ja kanë qitë vetit, dhe më thonë, si prioritet, që na i kim punë të mirë me Allahun, shkurt nuk falen, nuk i kryjnë obligimet e islamit, po na me rëndësijim e vliat Zotit. E vliaj Allah s'mune shbubo pa namaz, e pa agjerim, e pa haqj, e pa adhuru Allahun mirë. Pra, nuk është mirë mja qelë derën e pshit, nefsit dhe shejtanit me lu me qitë punë, me sinceritetin. Pastaj, pra donë edhe mirëmbajtje gjithsesi, të ndershëm vëllezër, ndoshta dikush pyet, pse sinceriteti është kaq i vështirë, kaq i rëndë? Pse don kaq mirëmbajtje ton jetën? Shumë kena lezu pi dietarëve të parë që kanë thonë, ton jetën nuk jem nal të punu në drejtim sinceritetit. Pse kaq shumë? Sepse numër 1, në radhë parë, egoja nuk ka qasje këtu. Nefsi s'ka qasje. Që aty ku s'ka qasje nefsi, dhe më thonë çështja është krejtësisht ndryshe. Po, nefsi s'ka qasje në sinceritet. Si të arrish sinceritetin, nefsi dërzohet. Por me mujt nefsin, dën punë të vazhdueshme. Për atë arsye Allah thotë në Kur'an, "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ata që përpjekën, bojnë xhihad, fjala xhihad është përpjekje vazhdueshme. Ata që bojnë përpjekjen punë të mira, vazhdimisht thotë Allahu, për neve kena mi udhëzuar rrugën tonë. S'po thotë Allahu që muajin e Ramazanit sot mundesh ibadet. Tani 11 muaj tjerë flajin, se ke kryti një muaj, ja ke dhënë hakun. Jo. Muaji i Ramazanit është muaji i kompletimit veprave. Po para se me hi pranë këtë garë të madhe, na po dojmë para përgatit, unë në mënyrë figurative për përshkruaj, sikur një person don me marrë një rrugë të gjatë, me vetur, me kerr. 3000 kilometra, 4000, 5000. Zakonisht të vëllezër, zakonisht ja bëjmë do kontrolla. Ja bëjmë do kontrolla kjerrit. A i meqmi që do i bën. Nuk e le hajtë se kur të mlalet kjerrit, ja bëj qarën. Jo. Ja bën do kontrolla, para përgaditet, ndrën vajin, gomat shikon, kontrolla teknike, kështu me radhë se, dërë me qenë shkurt ma rahat.
Edhe që kërkohet që të në sebepe që kërkohen, pse me mriti cakë. Qëtu jenë kontrolat që ne i të i bo që ta shë vëllëzër. Para Ramazanit, qëtu jenë kontrolat. Pra nuk është tjera por që në him Ramazan. Dikush këtu që është, nështë ka 70 Ramazana, 50, 60, 70, se cilin herë, pra se kjo i bjenë, njëjtë e si udhëtimi është, që sa herë ti shkon qëtë vend për shembull në Zvicër, në Gjermani, po dhe që 20 vjetë, 30 vjetë, po sa herë shkoj, po du të me kontrolu kjerin, me kontrolu se, sa herë shkoj me pos pasaportin me veti, sa herë shkoj dush me nëzirë një bileta, po, a vlena e bileta e parë që i shku para 30 vjetë, mi thonë, në aeroport që unë jem kom para 30 vjetë, edhe qa jem unë, s'ku më dërshu, a ta pranojnë që thonë? Ja, s'ta pranojnë. Kjo rënë është rregulla. Prandaj vëllezër çito rregulla duhet mi përmbajt që na me qenë mirë. Pra nuk ka qasje egoja. Ku s'ka qasje egoja, dën punë sistematike për me triumfu. Në momentin që triumfon e mund egon, i rahat. E për me mujt egon, hala historia islame nuk e ka shkru dikën që dikush ka në nëshkru e ku mujt e gënë. Po i vjen ka punu të njetën. Sa ka mujt, me të ka kjo punë shkon, prapë po thëmë, elhamdulillah që Allah s'ka caktu një normë, me thonë qëre, që ka shpërqenë, nëse se arrini me mujt e gënë, s'pranohet namazi ju, s'pranohet agjerim ju, elhamdulillah këto se ka thonë Allah. Veç që jemi porosit sot mujmë me punu në këtë drejtim që, pastaj cilësia e asaj që thamë i ndyrës, ajkës, me konë ma i mirë. Po sa ma shumë ta mundemi të triumfojmë mbi egon, cilësia e sinceritetit të punës është më kualitative dhe më e mirë. Po ashtu vëllezër, është çështja e dytë, faktori i dytë që natyrshëm te njeriu, domethënë njeriu është i prirë me e dasht, domethënë nefsin, ose prin epshi ndikon tek njeriu, knatësit ndikojnë te njeriu. Dhe këto knatësi i marrin, i harxojnë njeriu, përveç emocioneve, i harxojnë kohë, e prekin në sinqeritetin. Prandaj duhet edhe me këtë me u marr, me rregullu edhe këtë aspekt të lakmisë, e pastaj aspektin e epsheve, aspektin që prekin brendësinë shpirtërore, por edhe ato që është morale. Krejt këto kanë bëjnë domethënë me rregullimin e sinqeritetit. Të ndershëm vëllezër, shumë çka ka për të thënë, po çka ja shohim hajrin e sinqeritetit. Çfarë dobi e kemi, çfarë të mira kemi, çka na sjell, shumë dietar të Islam libra kanë shkruar, unë po mundona me nxjerr diçka me qëllim që ta përkujtoj vetveten edhe juve. Në radhë parë vëllezër, ku ja shohim hajrin e sinqeritetit është pranimi i veprave. Është një prej kushteve kryesore, madje ka konsenzus të dietarët islam. Krejt dietarët islam kanë thënë, pa çit kusht nuk pranohet asnjë vepër, asnjë shahadet, asnjë përmendje Allahut, as 2 rekate namaz, asnjë ditë agjerim, asnjë monedhë, sadaka ose zakat, as haxhi, as umrja, asnjë punë pas sinqeritet. Pra, shka e shohim hajrin e sinqeritetit? Pranimit vepra, që të mundin ibadetit që bëjmë, angazhimet pranohen. Do më thonë, për mu pranu krejt angazhimi jetës, po duhet ka me orientu investimin ton ka që kjo adres. Rregullohet për sinqeritetin, këtë jem në rregull. Madje ka shumë dietarë islam e dini që kemi shpjegu që edhe ai që s'ka punu, dikush ka hes në heret pa punu hiç. Shkurt su fal, s'ka agjeru, amo ka ro shahadet me sinqeritet. Ka më gjinë që e ditën e gjykimit. Është aja hadithi karteles, frike kemi shpjegu në për ligjërata. Hadithi karteles, ku Allah në ditën e gjykimit ju thet me laqev, lypni hulumtani çka ka në librat e filanit, ose të filanës. Thojnë e Zot, kur gjës po gjejmë? Kur gjë? Një diçka. Njëherë ka thonë jetën e tij, shahadeti me sinqeritet. Edhe çaja i peshon ditën e gjykimit, i bën punë shkur në ditën e gjykimit. Pra, kjo nuk do të thonë që e bën paçt ato, e pastron prej punës që se ka kryer. Po edhe nëse dënohet
në zjem xhenemit, që su falë, s'ka agjeru, su kanë qabe, prap ka me dalë për xhenemit, shko ku një shahadet i sinqert. Pra, kjo është shumë e rëndësi. Pastaj të ndershëm vëllezër, sinqeriteti i rrit veprat. Të njëjtën vepër e rrit, e shton te Zoti i Madhërisht. Edhe qëtu dietarët kanë fol shumë gjatë. Duke edhe ajetet edhe hadithet që një e mirë dikon. Për dikon me 700. Për dikon pa limit. E çka kanë qitat që me 700 edhe pa limit? Për shembull, nëse jemi arë me fal njëti namaz. Të gjithë me të njëjtin jo. Dikush përblet një limit. Këtë kanë thonë ulemojët që të venin e ka sinceriteti. Varësisht sa e kemi eduku sinceriteti. Qështu është edhe Ramazani, agjerimi, komplet. Qështu është edhe haxhi dhe umra. Qështu është edhe zekati dhe sadakaja. Sa ma i sinqert, rritet përqindja. Te Allahu përqindja nuk është me shumë. Te Allahu përqindja është me sinceritet. Pra, sinceriteti e rrit veprën te Allahu xhelle xhelalu. Prandaj, të parë të vëllezër, gjeneratat e hershme, po dhe gjeneratat që i kemi mri na dhe ju, po flasim herët para 4-50 vjetë, domethënë me sinceritet kanë mri tek Allahu xhelle xhelalu. Edhe kemi pa raste që vokabulli ka përgjigj. Sepse është në pyetje pra sinceriteti edhe adresimi i mirë. Me këtë pojtësikit fundit për shakos, sinceriteti o vëllezër është sebeb, është shkak i vazhdimësisë të punës. Sa ka punë, pyet i veti, se cili pineve. Sa punë i ke nisë 30 vjetë, të mira edhe i ke nalë. Nis një, nal një, nisë një tjetër. Sinceriteti është sebeb, shkak i vazhdimit të punës. Na pe marrë me veç për Ramazanit kalum dhe qitë Ramazan. Në Ramazanin i kalum i kena pas nisë do punë të mira. Po në Ramazan, ta nisi u këllë Ramazani një muj në qajten apet unë alëm. Shka ka? A ke mongi diçka në trup në ju? Që ta jem? Që kjo është behanja. Behanja që ke metë është që kjo. Por sinceriteti bën që vepra me vazhdu. Po inshallah, këtë temë do të vazhdojmë inshallah edhe sot një javë me lejnë Allah, sepse është temë e rëndësi. Allah në bëftë sinqert. Allah në mundësof të rregullojmë sinceritetin sa më mirë, që vepra pastaj të ngritet Allah dhe pranohet. Zoti ju shpërblet për vëmendjen. Alhamdulillah.